autonomisht. Unë kam vendosur të dorëzoj në mënyrë vullnetare imunitetin me këtë kusht. Zoti Nano dhe unë, pra zoti kryeministër, të ketë nderin të le pijen e fundit të pjaca, dhe të vi në bashkë me mua në prezencë të këtij burri të nderuar të firmosim një dokument ku zoti Nano dorëzon imunitetin për akuzat që janë bërë për aksidentin e Shkallurit, për trafikun e armëve në 6 mujorin e parë të vitit 98, për vendimin e qeverisë se 14 janarit ku shpërblen vetën e tij, për pallatin e qendër Tiranës që ka mashtruar me çmimin, për tjetërsimin e pasurisë nga ai tek Gjana Nana duke shfrytzuar pushtetin ekzekutiv mbi doganat, për akuzat e Brukselit si një kryeministër i përzierë në afera korruptive, për mashtrimet që ka bërë me deklaratën e pasurisë për bencin e blinduar, kurson për akuzën e gruas së dytë të Fotos Nanos. Ky është kushti që unë e firmos tani, të vijë kryeministri, ta firmosim, ai për këtë akuzë, unë për këtë akuzë, dhe u çlirojmë edhe nga ndonjë obligim që mund keni marrë ndonjë nga fundi, sot në vinën kryeministrore nga ora 1-2, pas mbledhjes së grupit. Të nderuar kolegë deputet, do të dorëzoja mandatin me vullnetin tim të lirë në qoftë se në adresën time do të kishte qoftë edhe një akuzë do të vërtetuar se kam pjesëmarrjen trafiqet e drogës, të armëve, kontrabandës, privatizime, dukuri të cilat kanë qenë e janë larg figurës time për sa të jem gjallë. Unë kam 2 çuna të cilët nuk dua që t'ju thonë çunat e kontrabandistit, atë mafiozit, atë dogmëndit. Duke mbaruar, të nderuar kolegë deputet, pas kësaj ekspozeje shumë për jush mund të mendojnë se tashmë unë, po ju them sinqerisht, nuk rrezikoj vetëm imunitetin, por rrezikoj edhe jetën time, sepse hakmarrja e atij njeriu që nuk njeh kufi do të jetë shumë me egër se kjo tani. Unë dëshiroja që nëse zoti kryeministri do ishte këtu, ndoshta bëj gabim që po e pohoj, megjithëse po na ndjek, do i bëja thirrje që ato 3 kosovarë të cilët kryen kontrabandën e cigareve, Shëngjin, Hanihotit dhe nganjëherë në Durrës, dhe që herë flen mes pallatit të madh të kulturës në një hotel, mes pallatit të kulturës dhe Hotel Tiranës, dhe herë në një hotel nga rruga e Elbasanit të Fakulteti i Gjuhës Huja. Por u them edhe një herë, po përfitoj nga ky podium pa treguar ndonjë tangëllëk që zoti Nano, nëse verbërinë e tij që ka, në gabimin e tij që ka në raport me mua, urdhëron ndonjë segment për eliminimin tim, po ju them e përsis të bëjë gati pas me një arkivonin për vetë. I falenderoj.